Udhëtojmë nga Gjermania në Shqipëri me një fëmijë të vogël 2 vjeçar. Ishte ora 4 e mëngjesit dhe ne kishim 2 orë gjysmë udhëtim me autobus dhe Krenën fatmirësisht e zuri gjumi gjithë rrugën. Ilçuam fare veten u zhveshëm sepse ishte shumë vap në autobus dhe mbërritëm në aeroportin e Hanit. Në atë orë në aeroport ishim vetëm ne dhe fantasmat dhe sigurisht kaluam valixhet të cilat gjithmonë janë më shumë kilogram se sa lejohet. Këtu filloi me të qarën e parë se nuk kishim qarë fare gjithë rrugën. Sistemuam valixhe me kilet që duheshin dhe kaluam kontrollin. Krena me kostumin e saj të gjumit nuk la cep të aeroportit pa eksploruar dhe këtu po luante hapa dollapa dhe mendonte se ishte e fshehur. Pasi e hipëm në karrocë po kapej me këtë letrën nuk e linte rehat të shkretën dhe ky ishte reagimi i saj kur pa që do të hipte në avion. Si bëjnë këta kalamajt e sotëm sikur s'kan parë avion me sy. Të herë nisëm mbrapsht sepse filluam me filmat të parit, tu po shikonte filmin e Hirushes në Shqip. Pasi mbaruam Hirushen filluam me lojrat tona imagjinare, po pastronin pak avionin. Normal na ish bër pis avionin. Diku nga gjysmë e rrugës pas që po i afrohej gjumi dhe përfitova nga rasti e mora direkt në krah dhe po i këndoja këngë. Magjia ndodhi, e zuri gjumi direkt dhe ka fjetur të gjithë pjesën tjetër të rrugës në krahët e mi. Ja dhe ne të lumtur këtu që më në fund kishim pak qetësi për veshët. Sapo Krena u sistemua pak te këmbët e mia, pam nga dritarja që ju afruam Shqipërisë. Kaluam dhe në aeroportin më të bukur në botë Alban dhe mirë se erdhëm në Shqipëri.